oferta që I themi, ne ikni nga rrugët, shkoni në një vend të sistemuar, aty ku ju doni, për afër, s'mund të rinë pranë tregut të frutat periveve ku janë tregtarët, por ata janë shqetësat begje, kështu që ata shkojnë në përlagje të sistemuar. Edhe gjithë përshkrimi që bët secili nga administratorët tu, vjen shumë mirë, që keni shku dhe keni pa vend, në çdo vend e keni kontaktu me vetë fermerët, me vetë fshatarët, a janë të kënaqur dhe ku mund ta kenë vendin mirë, pa prish rregullat, se nuk ka kuptim të dalësh te sheshi përpara kishës edhe ta bësh ato treg të gjës gjallë. Është turp atje. Kështu që ata aty s'mund të rinë, edhe tjerët që shesin nëpër rrugë. Mendoj që është propozimi shumë I mirë, ne do t'i shpallim, t'i japim të njoftojmë edhe formalisht, pavarësisht se sipas zonave, secili nga administratorët do t'i komunikoj me fshatarët se ku do t'jenë, do të mbajmë pastër vendin, do të jenë detyruar të zbatojnë rregullat që kemi, ne do t'i afrojmë pa pagesë tezgat dhe të kemi mundësi të kemi një qytet më të rregullt të merren me këtë punë në mënyrë që edhe t'i ofrojmë shërbimin që duhet fshatarëve, edhe dinjitos, edhe mundësisht ato pak të ardhura që mund të kenë mundësi t'i marrin, por edhe të ruajmë rregullin dhe pasardhësinë e qytetit dhe mos shohim më të shtrirë nëpër tokë, trotuare në një lloj pamje të pa pranueshme. Është një marrëdhënie e përbashkët, gjithë jemi të interesuar që punët bëhen mirë, vendi të mbahet pastër, qyteti të jetë I rregullt dhe ata ta bëjnë dhe ta shesin në mënyrë të rregullt atë produkt. Edhe kjo është ofertë e mirë që bë bashkia pa pagesë këto tezga, do ishte shumë mirë. Por një pikë kisha thënë të ishte goxha e mirë këtu, edhe të Yusuf Sokoli edhe përballë shkollës së Luanit që tezgën mund ta vendosim, nuk zgjedh asnjë problem, as për kalimtar, as për biznesin që janë aty, as për banorët. Një pjesë e madhe e tyre ka një treg këtë afër, në distancë shumë të vogël, 5-6 metra nga pushesin, dhe besoj që I molën gjithë këtë numër fshatarësh dhe lirohet komplet të dy rrugës të çofardhisë, si krahim atë krahëdjo dhe të sistemuar këtë rregull. Deri në 6 tezga, 3 dhe 3 është planis që I përballon. Dhe këtu sistemohen 6 fshatarë që I largojnë nga rruga kryesore, nga trotuari, dhe është në bllokun e pallateve që ofron shërbime qytetarëve shumë më afër, shumë më I pastër, shumë më komod. I largojnë nga rruga kryesore. Dhe për mendimin tim është një zgjidhje perfekte. Okej. Në të gjithë dika, si çfarë dhe bulevardin rrugë I parë, mendoj se me këtë mënyrë e zgjidhim problemin. unë kam menduar në lagjet ku janë më të populluara, brenda lagjeve, me një sistemu, po thojnë këtu janë ndërgut, është një blok pallatesh, mund të jenë për 20 pallateve, kurse këtu është te Kumët Vardile, pjesa poshtë, këtu jena të tafilit. Edhe këtu mund të bëhen 2-3 tezga në çdo ambient që janë këtu, të pas parasysh që edhe tregtarët munden që spostohen për rrugë kryesore, domethënë munden për me dalë gjatë vitit për monda çashesin, domethënë me pas të ardhuna se ka popullsi. Dhe rruga Bujar Bishanaku, unë mendoj që me kanë komplet e lirë. Okej, shumë komplet. Te detyrat duhet me kanë komplet e lirë prej tregut. Sepse janë mjaftueshëm tregu I Rusit edhe dyqanet që janë në rrotullet.